Ne tragjasiodët jemi në një siklet madh, domethënë. Vazhdojmë të jemi të kërcënuar nga një projekt i qeverisë për të marrë 300 litra ujë të këtyre burimeve për në zonën Matan Llogoras. Sot kanë rifilluar punimet në pjesën e Dukatit, edhe kjo gjë na ka alarmuar shumë. Para zgjedhjeve patëm një deklarat Bledi Çuçit që Tragjasi nuk do ta lëm kurrë në baltë, që nën kuptonte këtë problem, se këtë hall kemi ne. Ne kemi kërkuar që ky projekt i këtij ujësjellsi le të bëhet, por me një kusht, ndryshohet vepra e marrjes së ujit nga këtu te burimet drejt urrës së izvorit, dhe pastaj gjithë linja tjetër të vazhdojnë normalisht. Pse e kemi kërkuar? Sepse po ti shikosh edhe tani, këtu nuk ka ujë, nuk mjafton ujë për fshatin edhe për zonën tonë. Prurjet janë shumë pak, edhe pse tani, sipas të dhënave të qeverisë në projektin, duhet ishin 3300 litra. Ku ne para rreth një muaji kemi marrë një ekspert, i ka matur edhe janë vetëm 947 litra dhe me siguri janë paksuar edhe më shumë. Mendon në pikun e verës dhe të vjeshës, atëhere kur ujë duhet, këtu nuk mund të ketë ujë më shumë se 400-500 litra. Ju lutemi shumë, zoti kryeministër, shikoni këtë projekt. Ne besoj kemi folur mjaftueshëm, ju kemi dërguar letra, peticione, kemi folur vazhdimisht në media, dhe ju kemi vërtetuar që ky ujë nuk mjafton për zonën tonë. Jo se ne nuk duam të ketë ujë zona Matan, por edhe ligjet në përgjithësi e ndalojnë këtë veprim arbitrar, sepse së pari burimet ujore janë për komunitetin. Kështu është fryma e ligjit të menaxhimit të burime ujore edhe e ligjit që njeh konventën e Arusit. Edhe pse aty ka një nen që është i Republikës, ky ujë nuk mjafton për zonën tonë. Zona jonë do të ketë kërkesa në rritje, ndërkohë që ujërat paksohen. Tani fshati merr vetëm 11 litra në sekond, dhe për 160 shtëpi në një orë ujë në ditë. Në fakt ka 532 shtëpi që do t'i duheshin mbi 100 litra ujë sot, po në perspektivë. Këtu merr ujë dhe fshati i Radhimës dhe zona turistike e Radhimës. Sot marrin 140 litra, po në perspektivë që do të duhen 200-300 litra, sepse zona turistike e Radhimës po zhvillohet shumë, ashtu dhe si Tragjasi. Projekti i bërë nga qeveria ka shumë mangësi, që nga studimet që janë fiktive, studimet hidrogjologjike, edhe në atë projekt mungon edhe parashikimi i nevojave të vetë zonës. Janë parashikuar vetëm nevojat e zonës Matan. Nuk është parashikuar projekcion i rritjes popullsisë dhe nevojave, siç thash, nuk është parashikuar ujitje tokave bujqësore që janë bashkë me Radhimën rreth 1200 hektar. Në projekt parashikohet vetëm 4 litra ujë në sekond, pompa ekzistuese e vjetër e fshatit për ujitjen. Ai projekt ka shumë mangësi. Është nisur nga qëllimi për ta bërë këtë projekt edhe për ta marrë ujin, sesa nga analiza e fakteve edhe studimeve që janë të domosdoshme në të tilla raste. Tani ç'a ndodh? Ndodh që kanë rifilluar punimet dhe rrezikojmë edhe ne këtu në fshat që të vinë forcat e policisë bashkë me kompaninë edhe të fillojnë punimet? Me sa duket po. Po Çuçi që premtoi Tragjasin nuk do ta lëm në baltë, ç'a donte të thoshte? Ngelet për tu parë. Po ne ju sigurojmë që
ne nuk do të lëshojmë këto burime. Këto janë jetike për ne. Me qënë se po bëj një thirrje juve, po bëj dhe një thirrje bashkëtarëve të mi. Ju lutem shumë, mos u përçani nga politika. Votimet kaluan, u bën si u bën, ne urimet na bashkojnë. Nuk na ndajnë, nuk duhet na ndajnë. Edhe pse disa çuna shumë të mirë këtu të djathtë kishin mendime të tjera dhe atyre do ju lutesha shumë të bashkohen bashkë me pjesën tjetër edhe të jenë gati ta përballojnë këtë arbitraritet në rast se do ndodhi. Por unë shpresoj që ne t'i kemi bindur autoritetet dhe autoritetet të bëjnë ndryshimin e projektit. Le ta marrin te ure i zvorit, le të shpojnë ndoshta diku se zona ka ujë në thellësi, mund të marrin 100 litra ujë nga një pus për shembull dhe 200 litra ujë mund t'i marrin te ure i zvorit dhe linja që është le të vazhdoj dhe projekti i qeverisë për furnizimin e investimeve strategjike le të bëhet. Mos na i prekni burimet tona, ju lutem shumë, ju lutem sot, por nesër edhe unë do t'jem para padronave, edhe pse jam në këtë moshë. Edhe në qoftë se do ketë arbitraritet nga policia, jam i gatshëm edhe ta provoj atë që lind atje në këtë arbitraritet.